bisedime që u zhvilluan, por u paraqiten natyrisht. Shqetësimet që juve i paraqitët zot Berisha bisedimet. Më fal, natyrisht, domethënë, temë qendrore për një opozit janë zgjedhjet. Dhe ne aty u bërë një ekspoze. E keni pa ju librin, 1500 faqe me mira dokumenta, u paraqitën qërësisht këto, u diskutua për narkoshtetin, për këto që po ndodhin, azjesim në sistemit drejtësisë dhe gjitha këto, por unë nuk mund të hyj në detaje dhe nuk kam përmend për arsye sepse është rregulli Chatham House që duhet zbatohet në këto raste. Çfarë do bisni nga ky misión zoti Berisha në përfundim të gjithë punës së tyre në ky mision shumë i rëndësishëm presim një përpjekje të re të madhe, njerë presim rekomandime, sepse këta vinë për të na bërë rekomandime, ne jemi antarë në këto. Por presim njëkohësisht dhe një mbështetje të re për kërkesat tona tashmë të njohura, që Shqipëria të ketë zgjedhje të lira, që shteti ligjor të funksionojë. Pra, këto janë pretendimet tona pa hyrë në detaje. Natyrisht vinë në një kohë kritike, vinë në një kohë shumë kritike, kur Edi Rama faktikisht ose de facto ka azjesuar sistemin e drejtësisë në kuptimin e akuzës për zyrtarët e lartë, gjë që është themelore, në kuptimin e ndëshkimit të zyrtarëve të lartë që vjedhin qytetar. Edi Rama po mbron veten e tij, po paraqitet sikur po mbron Lubin, e falënderon që pranoi refuzimin e dorëheqjes nga Rama, e keni pa ju, domethënë më thotë. Por ai ka faktur me qëllimet e tij të gjithë shqiptarëve, ju ka faktur të gjithë komunitet ndërkombëtar, se është një hajdut i pa skrupull, dhe se është në përplit të fundit për të mbrojtur vjedhjet, plaçkitjen që ka bërë. Nuk kam asgjë që fsheh këtë dëm të tmerrshëm që ai ka bërë Shqipërisë në këto vite. Kjo që shihni ju, me të gjitha rrugët e ndërtuara prej tyre të çara, të shkatruara, është dëshmi e dështimit të plot total për shkak të vjedhjes të gjitha investimeve. Por me që jam tek rrugët, unë kam shqetësimin më të madh por dhjetra dhe qindra të smur të zonës juglindore, në radh parë, të cilët kanë procedurat e mjekimit në Tiranë, në spitalet të Tiranës, në dializë, në spitalin onkologjik, se procedurat janë të centralizuara, dhe që sot meten pa mjekim, mbasi Edi Rama për vete udhton me 2 helikopter në vend se të dërgoj helikoptert dhe të marrë çdo të smur, ta sjelli këtu, t'i shtroj, t'i mbajnë hotel për kohën që nuk funksionon rruga dhe të garantoj mjekimin e tyre, por ky nuk e ka ndërmend të bëjë një gjë të tillë dhe është në një farë mënyrë një krim i rënd, nuk janë pak, janë shumë. Ja u them unë, janë shumë të smur, të cilët kanë procedurën e mjekimit smundjes tyre në Tiranë, e kryejnë vetëm Tiranë. Kjo është Zoti Berisha, ditën e nesërme Partia Socialiste mbledh grupin parlamentar. A mendoni se Partia Socialiste do të marrë vendim për të mos votuar heqjen e imunitetit Belinda Balliku të kërkuar nga SPAK? Ajo është një repart krimi, Osman. Ajo parti ka faktur shqiptarëve
që është matrix e krimit të Shqipërisë. Nuk ka. Ajo parti ka krimin, substancën, shpirtin, mendjen e vetë. Sepse është ajo parti që ka sjell këtë situatë, është ajo tolerancë, ajo bashkëfajsi që kanë ata në vjedhje dhe në të gjitha, dhe ajo parti nuk është gjë tjetër vetëm parti e krimit. Aty Sara Mile dhe Arken Balla janë lule, çfarë janë ministrat dhe zyrtarët e tjerë të implikuar. Ndaj dhe unë mendoj që mund ta përdori fjalën parti, por më shumë se çdo gjë tjetër i shkon fjala organizat kriminale. Zoti Berisha, folët me misionin fakt mbledhës edhe për protesta që ka nisur Partia Demokratike dhe me që jemi tek protestat, në protestën e 28 shkurtit, a do të kursehet parlamenti duke qenë se mbase duhen shmangur situatat pranë xhamisë si protesta e shkuar? Tani, çfarë diskutuam me partnerët tanë, miqtë tanë, thash dhe njëherë, i bëhen si pas rregullit Chatham House dhe nuk mund ta zjerë në publik, janë ata që mund të bëjnë në një prononcim, sepse janë ata fact-finding. Ne jemi në po. Kurse për sa i përket, ne kemi mbajtur qëndrimin më korrekt ndaj xhamisë. Asnjë protestues nuk ka kaluar në segmentin nga ura e tabakut tek dera e parlamentit. Kemi përjashtuar tërësisht nga vëmtaria protestuese. Por këta bandit kanë hedhur sasit pafund me gazin për të revoltuar besimtarë që falnin namazin. Kanë futur me 10 trupa në taracat e bashkisë. Pra, cili është qëndrimi ynë? Qëndrimi ynë është ky. A e pat ju sa hudhen gaz në territorin e Partisë Demokratike dhe bomba tymuse? Mirë, po ajo është rruga jonë, ajo është rruga e derson. Nga ajo rrugë do hymë. Kështu që i garantoj besimtarët se në absolute në teritorin Karshin Xhamis, Partia Demokratike nuk do të zhvilloj asnjë aktivitet proteste. Por natyrisht i garantoj organizatën kriminale se s'do mund të mbrojnë parlamentin duke u betuar se gjoja po mbrojnë xhamin. Njerëz të pa fe, pa din, pa iman, njerëz që vjedhin qytetarët e tyre nuk kanë asgjë të përbashkët, as me besimin, as me xhamin, as me kishën, as me teqen. U dakordësua për llojin e protestës, zoti Berisha? Ku? Për llojin e protestës në datë 28 shkurt. Po dakordsohemi. Lloji protestës, si ta do jetë. Po, jo, do jetë, ndryshe do jetë. Do ne tani kalojmë në forma të ndryshme protesta, diversifikojmë, kemi kreativitet. Do eksplorojmë një nga format, zoti Berisha. Kur do? Do eksplorojmë forma të tjera të 77 formave? Po, do eksplorojmë forma të reja. Një nga format. Bllokimi i rrugëve. Të gjitha format janë në konsiderat dhe kjo është vetëm protest. Ne kemi vetëm protest. Ne domethënë qëndrojmë, ne besojmë tek nuk kemi një është rruga parlament protest apo vetëm në rrugë? Do të çdo asgjë s'përjashtohet. Kemi realist, opsionet janë të gjitha. Ju përshtes. Tani më duket se ata nuk kanë ma program këtu, kështu që jeni të lirë. Faleminderit.